Grupi I parë I besimtarëve nga Kosova është nisur para 2 ditësh nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari drejt vendeve të shenjta për ta kryer haxhin. Njoftimi ishte bërë I ditur nga Bashkësia Islame e Kosovës. Derisa sot për haxhin nga Prizreni u nisën grupi I haxhinjve. Sot pasdite u nisën nga qendra sportive nga Prizreni 190 haxhin përfshirë edhe 5 udhëheqës të Bashkësisë Islame, nga këta 97 burra dhe 93 gra. Atëherë jemi këtu përballë qendrës sportive në përcjelljen e haxhive të qytetit të Prizrenit. Ne si Këshilli I Bashkisë Islame në Prizren dhe gjithashtu edhe si Bashkia Islame e Kosovës janë bërë të gjitha paraprgatitjet për këtë udhëtim madhështor të gjithë këtyre të cilat kanë aplikuar tashmë dhe gjenden në këtë vend. Dhe Zoti Gjellëshanu të shkojnë shëndosh e mirë dhe të kthehen tek familjet e tyre shëndosh e mirë. Gjithsej nga e gjithë Kosova si vjet udhtojnë 1576 haxhi, ndërsa nga qyteti I Prizrenit udhtojnë 190 haxhi. Po shpresojmë që Zoti Gjellëshanu me jo pranu ibadetet të cilat këta po udhtojnë në atë vend të shenjtë, edhe të kthehen të pastër si loti me dua edhe për ne të cilët gjendemi këtu. Dhash Zoti Gjellëshanu gjithmonë për të mira. Sot është një ditë e gëzuar për të gjithë qytetarët, në veçanti për këta të cilët udhtojnë në këto vende të shenjta. Inshallah Allahu Gjellëshanu ja bën kabull e inshallah kthehen shëndosh e mirë për shtëpitë e tyre. Shumica këtyre haxhinjeve sot ishin të gëzuar që kanë mundësi të kryen këtë obligim fetar për të shkuar në haxh dhe u shprehen se ata falenderojnë Allahun që u ka dhënë këtë mundësi. Shumë I lutem. Ka shumë vite që e pres, në vëzra, herë momenti që Allah në bëni kundu, inshallah kush ka dëshirë, Allah të thotë të mashme. Si vjetë drejtoria për haxh dhe umre Bashkësisë Islame të Kosovës thonë se gjithçka është duke shkuar mbar, ashtu siç është parapar. Kryesia Bashkësisë Islame të Kosovës njofton se këtë vit nga Kosova për ta kryer haxhin udhëtojnë 1576 besimtarë.